Përshëndetje, unë quhem Kiara Sulo dhe jam çame nga fshati i Arpicës. Unë jam Adia Ibrahimi, jam 11 vjeçe te grupi Asambli Çam. Kam 3 vjet që kërcej. Më ka pëlqyer shumë që kur e mora vesh që ishte ansambël edhe që ishte profesor Salih Nureddini, më pëlqeu shumë edhe u futa. Vallja që më pëlqen shumë është Tumankuqja. Një nga vallet që mua më pëlqen më shumë ka qenë Pogonishtja. Edhe më pëlqen akoma deri tani. Çamiko është vendosur këtë të premte në Muzeun e Vlorës, aty ku do të takojmë jo vetëm personazhe që do të na rrëfejnë për vallën dhe këngën çame, po njëkohësisht edhe për tradita të shkëlqyera. Nisur nga kjo shami që kam vendosur unë sot. Na ndiqni. Dil moj dil si plasa, dil moj dil ti në dritare, vajzë çame lëzonje, dil moj dilo në dritare, vajzë çame lëzonje. Jemi në muzeun e qytetit Vlorës, pa diskutim një vlerë shumë e madhe dhe ju falenderoj shumë Salih Nureddini që na keni pritur, na keni hapur dyer bashkë me drejtuesit e këtij institucioni për të rrëfyer disa të vërteta që na prekin ne këtu. Faleminderit, urime për emisionin Çamiko. Më duket një ëndër e bë realitet dhe ju uroj vetëm suksese në këtë emision kaq të bukur dhe shumë të ndjekur. Unë dua t'ju falenderoj në fakt për kontributin që ju keni dhënë për vite e vite tëra, për t'i dhënë jehon kulturës çame, për t'i dhënë jehon valleve tona, për t'i dhënë jehon atyre që kemi trashëguar ndër vite, ndose kemi lënë shumë çka pas krave dhe pas 27 qershorit të vitit 1944. Çfarë ju shtyn të punoni me kaq dashuri dhe devotshmëri për këtë çështje dhe për këtë kulturë që keni trashëguar edhe juve? Në atë parë është një amanet dhe një detyrim për të parët tanë që ta ruajmë dhe ta trashëgojmë në breza artin dhe folklorin e krahinës së Çamërisë. Një krahinë që do të them ka plot vlera në art, në kulturë, në valle, ka një nga polifonit më mbreslënse shqiptare. Sa vite keni ju që unë kam i dedikoni jetën tuaj? 25 vite që drejtoj këtë ansambël. Me kam marrë në një moment që pothuajse nuk ekzistonte fare, kishte mbetur vetëm emri dhe me një punë jashtëzakonisht të madhe e kam filluar me 2 valltarët që ishin më të vjetrit, që kemi mbledhur valltarët që ishin, me ca foto, me këtë punë të madhe ja dedikoj 2 valltarëve të mi që sot për arsye moshe dhe ashtu janë të rrequr, Majlinda Alili dhe Nafiz Gjyzeli dhe Fation Hajro. Ansambli daton që nga 19 maj i vitit 1978 në qytetin e Vlorës është ansambli i parë që është shfaqur dhe shkrijuar nga patrioti, bashkëfshatari im, një njeri shumë i nderuar i quajtur Marubi i Çamërisë, Skënder Beqiri. Edhe sot jeton shëndet të plot. Në 1973, në 19 maj, ai e ka nxjerrë këtë ansambël në bazat kryesisht familjare dhe me njerëz të afërt dhe është kërcyer për herë të parë vallja e Xhamadanit në sheshin e Flamurit. A ishte i frymëzuar nga ngjarjet e festivaleve që kishin filluar, festivali i Gjirokastrës? Po dhe për çudi atë vit që në 78-ën që është shfaqur ansambli Çam për herë të parë në qytetin e Vlorës, me votat unanime të jurisë që do të shkonte në festivalin e Gjirokastrës, u përzgjoh me unanimisht të duhet të shkonte. Edhe ansambli krijuar këtu. Po, për arsye të ndryshme ansambli ka nduar gjatë viteve emrin nga Çamëria në
shumë emra dhe kemi arritur në krahu i Shqiponjës, e ka zanafillën nga revista e dalë në Chicago nga shkrimtari disident Bilal Xhaferi. Dhe duke na lënë një ndjesi, ne vendosëm që t'ja vinim nga Çamëria e krahu Shqiponjës. Më mbas neve koreograf të asamblit kemi patur mjeshtrin e madh të papërsëritshëm e Vallës Çame, Taip Madani. Ai ka qenë koreografi i asamblit tonë. Janë valle që i ka lindur shpirt bukur i popull. Nuk kërcehet me këmbë, kërcehet me shpirt. Është shpirti i një populli që e bën atë edhe më të bukur. Dhe Taip Madani është korifeu i tyre. Është drita dhe ritmika e valleve të madhërishme e plotëlie Çame. Në një aksident automobilistik ka i humbi jetën dhe në nder të asaj figure që ai e ka çuar vallin Osman Takës në piedestal. Neve i dedikuam emrin veç krahut Shqiponjës, i vëmë dhe Taip Madani, se Taip Madani vërtet ka kërcyer si një shqiponj në skenat. Mos harrojmë që është 2 herë laurant i çmimit parë me vallin Osman Takës në festivalin e Gjirokastrës, artist i merituar dhe mjeshtër i madh mbas vdekjes. Është një nga korifejt e vallës shqiptare dhe kryesisht asaj Çame. Pa diskutim. Në kinematografi ka lozur në 3 filma shqiptar: General Gramafoni, Porta i Detit dhe Valle me motive shqiptare. Cilët do të veçonit si 2 ose 3 ndoshta perla të kësaj kulture, të cilat do të donit ju të çonit në UNESCO, ose të njihte i gjithë bota. Se neve na vjen shumë mirë kur në panajirin e Berlinit, në turizëm, në gjithë botën, dëgjojmë të interpretohet edhe të kërcehet valli Osman Takës dhe ndihemi krenar, po çfarë do të veçonit ju nga gjithë kjo pasuri? Unë do të vlerësoja, janë shumë. Më këtha dikush që doja që gjithë arti i Çamërisë të mbrojë nga UNESCO. Po është gjë që nuk realizohet. Ne kemi filluar një punë shumë të madhe me Bashkinë e Konispolit dhe unë mbështet si tyre. Është fjalë e madhe mbështetës, se unë jam një individ edhe me pjesëtarët e ansamblit që ta regjistrojmë në regjistrin e pasurisë kombëtare në UNESCO, vallin Osman Takës, që është quajtur vallja pirike e burrave të Konispolit. Pse është kaq e bukur? Kjo valle është mbi 500 vjeçare dhe është një valle tipike e kërcyer që në kohën e Piros e Epirit. Prandaj është quajtur vallja pirike, se e kërcenin ushtarët e Piros para se të shkonin në luftim. Dhe këtë e kanë trashëguar vetëm burrat e Konispolit. Dhe në momentin që e ka kërcyer Osman Taka nuk ka qenë një valltar. Osman Taka ka qenë një kryetrim, ka qenë përfaqësuesi i lidhjes Prizrenit në zonën e Prevezës në Çamëri. Nuk duhet ta shikojmë vetëm në prizmin e një valltari. Nga interpretimi që bëri asaj valles kur ata e dënuan me varjen e litar, i thanë do ne i përsëritesh edhe një herë, dhe ai përsëriti për së dyti dhe është detyruar nga familja Valiu i Janinës që do ta ekzekutonte, nga familja e tij, nga gruaja e tij, që këtij njeriu duhet i falësh jetën për këtë interpretim kaq të bukur që i ka bërë valles. Vallet Çame, si të burrave dhe të grazve,
flasin vetë. Pak intuit do ta zbërthesh vallen. Shumë e vërtet. Karakteristikat e tyre në përgjithësi janë trimëria dhe bashkimi tek valle e burrave dhe eleganca edhe finesa tek ajo e vajzave dhe grave, apo jo? Po. Do të bëj pak historik për vallen Çame dhe polifonin Çame. Kënga në Çamri dhe njeriu lindin bashkë. Por ka një dokument në disa vende që flitet që regjistrimi i parë në Çamri është bërë rreth viteve në vjeshtën e dytë, në vitet e largta 1808. Është bërë në zonën e Frarit. Është bërë regjistrimi i parë në polifoni, pastaj ka filluar që kanë ecur që janë vënë veglat muzikore nga klarineta me radhë. Po vegla e parë që shkutur në Çamri ka qenë klarinet. Është e regjistruar në një farë mënyrë. Vallet e burrave janë shumë valle energjike, valle trimërie, burrërore. Çambët nuk i kanë kënduar ndonjëherë partive ose individëve, i kanë kënduar bukurisë, i kanë kënduar dashurisë. Këto janë. Ndërsa vallet e vajzave? Vajzat e vallave janë një performancë shumë delikatese dhe në karakterin e tyre janë të papërsëritshme, delikatesa dhe finesa e kostumeve dhe veshjet janë dy tre lloj, janë nga më të bukurat. Ne u takuam sot në Vlorë bashkë me dy nga vajzat e këtij grupimi. Si është interesi i të rinjve, i atyre që janë të vegjël edhe që nuk i shkëpusin ose i kanë marrëdhënie të ngushta me rënjët e tyre që në vogli? A kemi shpresë pra që do të kemi... Me një investim shumë të vogël dhe me dashamirësinë e disa prindërve, se e para është familja, kupton? Duhet ta kultivoj familja. Unë jo pa qëllim kam zgjedhur këto dy vajzat për të treguar që është një brez, këto janë nga 12 vjeç, dhe kjo ka rreth 3 vjet që frekuenton vallen dhe kjo 1 vit e gjysmë. Dhe vajza mund të ketë bërë mbi 15 koncerte. Dhe kjo, sa ka filluar, po premtojnë shumë për të ardhmen dhe janë brezi më i ri që neve po punojmë për të ecur që tradita të vazhdojë. Dhe duken vërtet shumë bukur, edhe unë ja thash edhe më herët, që duken shumë bukur të veshura kështu, edhe besoj se i pëlqen kjo jeta e bukur e kërcimit, e valleve dhe këngëve, do rriteni pastaj dhe do punoni, do i dedikoheni profesioneve tuaja, apo do ta kujtoni gjithmonë këtë kohë kaq të bukur që kërceni me ansamblin? Vajzat janë dhe nxënëse shumë të mira në shkollë. Pa diskutim. Dhe ne atë të parën kemi mësimin në studimin në shkollë. Dhe ansambli që drejtojmë neve, unë po bëj rreth 25 vjet që drejtoj këtë ansambël, shoqata kur kemi filluar ka qenë që nuk paguan asnjë njeri për punën që bëjmë, por synimi i shoqatës Çamria ka qenë që fëmijët të
të ikin nga rruga, të largohen nga telefonat që mbetën tërë ditën me telefona dhe të mësojnë artin e bukur të krahinës së Çamërisë, që unë them që vajzat dhe shumë të tjerë si vajzat që do të vinë dhe kanë ardhur, që veç të mirave nuk ka asnjë të keqe. Ka djemë të talentuar që do të na çojnë para Osman Takën? Po, ka. Se mirë do ta çojmë në UNESCO, e përgatisim dhe atë dosjen me devotshmëri, po pastaj kush do ta kërceja? Kemi djemë të talentuar? Po, kemi, nuk shuhen djemë të Çamërisë. Do të vazhdojnë, do ta kërcejnë Osman Takën. Mase nuk do ta kërcejnë si Osman Taka, po do ta kërcejnë Osman Takën. Do kërcehet në jetëve Osman Taka. Dua të mbesim pak me këmbë në tokë dhe të themi sa e vështirë është që ta mbash këtë vazhdimsi dhe këtë dedikim që i jepni valles edhe kulturës çame. Që do të thotë, si i gjeni ju kostumet? Se kostumet nuk janë edhe aq të lira. Për fat të mirë, kur më zgjodhen mua që duhet ta drejtoja unë asamblin, ju thash që unë nuk jam koreograf. Dhe ata drejtuesit e shoqatës në atë kohë më thanë, ne dim që nuk je koreograf, unë kam mbaruar për kostumografi. Dhe më thanë që jeni afër, është art dhe ajo dhe kjo, dhe synimi aty është që unë t'i kompletoja me kostume valltarët, dhe duke parë dhe që unë jam një natyrë këmbgulse, që një punë që e marë përsipër për ta bërë, do ta çoj deri në fund, dhe kostumet ne i qepim vetë, i kemi bërë vetë, jo me lartësinë e traditës shqiptare dhe artizanëve të Gjirokastrës, por jemi munduar që të paktën të ruajmë vlerat kryesore të kostumeve. Kemi një zonjë që na qep kostumet e grave, të burrave i qep vetë, Gjeko Brahimi, quhet zonja, dhe deri tani kemi ecur kështu. Nuk jemi vetëm me dashuri dhe investim në kostumografi dhe në tutje tonë nuk ka nga asnjë individ, nga asnjë shoqat çamërie ose nga asnjë gjë. Kemi neve vetë. Nuk dua të bëj reklam, në qoftë se sot ky ansambël ekziston, është fal dashamirësisë ish deputetit Dashamir Tahiri. Unë gjej rastin ta përshëndes dhe t'ju uroj gjithë të mirat, një mbështetës kryesor në të tëra drejtimet që për 25 vjet nuk gaboj të them që kam mbi 400 koncerte ky ansambël, si jashtë vendit dhe brenda Shqipërisë, dhe nuk kam thënë ndonjëherë që ky ansambël është i imi ose është i filanit. Ky ansambël është i Çamërisë dhe do të mbetet i Çamërisë. Shumë e bukur kjo që thate. Keni ndjerë dashurinë për te çambe, se ne na shndrisin syt kur dëgjojmë dhe interpretojnë këngë çame, kur shohim vajza të hedhin valle çame, pa diskutim, po
Si keni parë edhe në këto përfaqësimet në festivalet e Gjirokastës, a është duar trokitur kultura çame, a duhet, a e pëlqen, e ndjen atë kulturën çame dhe vallën çame, folklorin çam e admirojnë të gjithë, se është shqiptare, është bio shqiptare, kupton? Dhe Ka një moment që të ka ngelur në mendje? Për shembull, do të them unë si djalë çam i lindur dhe i rritur në Vlorë, e quaj dhe kam detyrim që t'i shërbëj dhe të argëtoj dhe publikun e Vlorës. Këtë ma ka mundësuar falë festivalit Aulona Interfolk Festival, që organizohet në qytetin Vlorës. Këtë vit ishte edicioni 17, ku neve kemi qenë gjithmonë pjesë e tij dhe publiku ose ardashti vlonjat na ka pritur në mënyrën jashtëzakonisht të mirë, të duar trokitur, mbeten pa fjalë në Vlorë, por më ka bërë përshtypje. Edhe unë prandaj e vesha këtë për të respektuar edhe vendin që na pritet është kënaqësi se neve jemi një. Pa diskutim, pa diskutim. Lambe dhe çam jetojmë bashkë, nuk mund ta quajmë Çamrin pa Labrin dhe siç nuk mund të quajmë dhe Çamrin pa Kosovën. Jemi shqiptarë. Ne që jemi te Kosova, dua të përmend një rast që para një jave isha në festivalin quhet Hani e Lezit, festivali në komunën e Ferizajt. Me ftesë të shoqatës Çamëria, më ka bërë shumë përshtypje, të Çamërisë dhe kryesisht zotit Besim Dinolli, kryetari i shoqatës Çamëria në Kosovë. Një përkushtim i shoqatës, i kryesisë, një pritje e paparashikuar, shumë breslënse. Në Hanë të Lezit na kanë pritur në sikur isha në Çamëri, më duk vërtet, dhe të tërë thonë që erdha dhe gjeta pak Çamëri. Jo, unë në Kosovë kam gjetur shumë Çamëri. Dhe kam ikur sikur e kam lënë atje Çamërin. E ke lënë një pjesë pa diskutim. Mbas Kosovës, unë jam i ftuar në festivalin Bejke Bardh në Pilur, që është ide si disa vit që shkoj, dhe ati na presin mrekullisht për herë të parë në historinë e ansambleve dhe të folklorit të Çamërisë. Ansambli Çamëria i Vlorës, ose Krau i Shqiponis Taip Madani, në bashkëpunim me valltarët e bashkisë Konispol, për të quar vlera sa më të bukura dhe më të larta, kemi bërë një bashkim ansamblesh dhe do të marrim pjesë në festivalin botëror të folklorit, nga data 3 deri në 14 korrik në Porto të Portugalisë. Me këto ngritje që ka folklori i Çamërisë, mendoj që jo vajzat, po dhe shumë si vajzat, do të kenë mundësinë që ta përfaqësojnë Çamërinë denjësisht, kudo. Pastaj kemi si detyrën më kryesore që kemi kohë që po punojmë vallen e Osmantakës, duhet ta çojmë dhe ta mbrojmë se s'bën në UNESCO. Pa diskutim, është një nga misionet e rëndësishme që na takon. Unë qofse kjo valle do të arrim që ta mbrojmë dhe ta çojmë atje ku ka vendin, ku nuk diskutohet dëshoj,
quhem i kompletuar nga ana morale, nga ana artistike, do ta quaj një mision të kompletuar për veten time. Do të jem i kënaqur sikur të mos merrem me këtë punë, vetëm këtë valle ta çoj atje. Që të jem e qetë unë edhe që të mund të kem një informacion të saktë. Çfarë është Çamiko dhe si u duket emri i këtij podcasti? Çamiko është një nga gjetjet më tipike që mund të kishte ky emision. Kur flitet Çamiko, flasim një gjuhë, flasim mua më duket sikur tani që po më intervison jam në Çamëri. S'ka më bukur. Unë kam parë Çamërinë, por sot unë ndjej veten sikur me këtë Çamikon jam aty në Çamëri, në Vol, në Arpic, në Vrona, në Parg, në Prevez. Po si ua kanë rrëfyer dhe si vjen e memorizuar Çamëria juaj përmes prindërve? Pra si ja u kanë transmetuar atë? Ka histori që vinë të dhimbshme, edhe që vinë me brengët dhe tragjedin, por ka edhe rrëfime shumë të bukura për ato ullishtet, për natyrën e jashtëzakonshme, për shpirtin e tyre luftarak, për të ringritur prap nga e para. Si ka ardhur Çamëria, si jeni rritur ju? Unë jam rritur tërë jetën me Çamërinë në zemër dhe në mendje, se kam jetuar me prindrit që më kanë ardhur të dy, njëri 13 vjeç dhe njëri 7 vjeç. Kam jetuar me gjyshen, me atë mandilen e bardhë të gjyshes, me ato tumanet, me lule, shumë me atë jelekun ose polkën në Çamiko. Jam rritur çdo ditë me fjalën Çamëri, pastaj te Çamëria kam edhe një pjesë të dhimbjes, se rrugës kur po vim këtej vetë shtëpive që lanë e këto. Unë kam humbur dhe Xhaxhan rrugës dhe për koincidencë emrin Xhaxhait unë e trashëgoj sot. Edhe sa herë që shkoj dhe në Klogjer, kthehem atje. Gjendet emri aty? Po, gjendet. Emri Xhaxhait tim. Dhe koincidenca tjetër vjen që unë gjatë gjithë kohës e pyesja baban tim ku e kemi shtëpinë, po çka kemi lënë atje, po çka kemi lënë këtu, po kë kemi patur një komshi. Jam interesuar dhe jam një njohës, mos e them shumë i mirë, po i mirë dhe i di që ku banojnë sot shumë pjesëtar të fshatit tim. Me kupton dhe shtëpinë e babait tim, babai kishte rreth 2 vjet që më kishte vdekur, kisha ndrorë nga jetën dhe kur kam shkuar në fshatin tim në Vrona, ashtu siç më kishte thënë babai, unë kam gjetur shtëpinë time. Pa pyetur asnjëri se ishte fshati pa banuar. Kishte kujtesë, megjithëse ka ardhur. Sipas llafeve që më tha babai, unë gjeta shtëpinë time dhe kur kam pyetur Skënder Beqirin dhe këta që jetojnë dhe janë fshatarët e mi, më ka thënë po, në shtëpinë tënde ke qenë. Si e ndjer? Ke pasur si e gjete shtëpinë? Njëri ishte e banuar nga të tjerë, ishte e rënuar, e lënë në fshat, vetëm 2-3 familje ishin të banuara nga çobanët. Por shtëpia juaj e rënuar, e lënë në harres. E rënuar. Shtëpit pothuajse ishin të rënuara të gjitha. Ato vendet, siç mi tregonte babai, ishin të njëjtat, të pandryshuara, si një vend i dal nga lufta, shtëpi të rënuara, shenja flake, shenja dhune.
Kështu ishe fshati im. Po ju e keni pa diskutim në kujtes edhe me siguri në sa herë t'ju jepet mundësia do shkoni t'i prekni muret e asaj shtëpia, ashtu si kurse edhe në kontributin tuaj dhe në jetën tuaj profesionale, pa diskutim do doni të vijonit, të ruanit kostumet, vallet, një hap i hedhur një dorë e shtrirë përmes valles. Unë kam patur fatin e mirë që të bashkëpunoj me, të thash, një nga valltarët më të famshëm të krajinës Shamërisë, dhe ai më ka krijuar një bazë materiale shumë të mirë, me video, me kaseta, të valleve të burrave që janë disa. Kështu që kemi fondin e regjistruar, kemi pasuri. Kemi pasuri, na duhet pak mbështetje më tepër morale, se dhe materiale dhe financiare na duhet patjetër, po unë jam mësuar se këto i kam zero. Këto investimet materiale unë i kam zero, dhe nuk dua të fajsoj asnjë njeri, kështu e shikojnë të arsyeshme, kështu bëjnë. Unë do të vazhdoj kudo që të shkoj dhe të shkel, do të them Çamëria. Dhe ne ju vlerësojmë pafund dhe prandaj jemi këtu, dhe prandaj doja vërtet ta bëja këtë intervistë me ju, se keni një kontribut të jashtëzakonshëm edhe po rrisni një brez i cili do duhet, ashtu sikurse unë, të rritet me Çamërinë, me të bukurat që na kanë rrëfyer të parët tanë, do të mbeten ditë të paharrueshme. Ju si mund ta përkufizoni jetën tuaj? Mund të jetë e mundimshme, vërtet? Mund të jetë e varfër siç ndodh me çdo artist që vë shpirtin përballë gjërave financiare, po si do ta konsideronit një jetë e bukur? Është një jetë e bukur dhe në momente të caktuara një matur disa herë që të heq dorë, por një diçka e brendshme nuk më lejon. Në vitin 2013 mua më heqin nga puna. Është turp ta them, të thuash në vitin 2013 agitacion dhe propagandë kundra partisë, është një turp. Dhe mua më heqin nga puna dhe beta në një udhkryq. Në një udhkryq dhe nuk dija çfarë bëja. Po kanë qenë këta valltar që më kanë dhënë moral, më kanë hequr mendjen nga ato hallet, nga streset, nga të dhe e quaj një jetë të fituar. Po, e një jetë e bukur e jetuar, bukur përmes këtyre ngjyrave. Si lë dot më tani. Është e vështirë, në fakt, rrezatojnë shumë jetë dhe shumë bukuri me këto kostume tradicionale. Mjafton të shohim këtë vend ku jemi ulur bashkë për të diskutuar, për të kuptuar sa pasuri e madhe është edhe sa pasuri të madhe mund të nxjerrim ne në pa, vetëm duke i dhënë pak kohë, vetëm duke i kushtuar pak vëmendje. Edhe unë vërtet ju falenderoj për gjithë kontributin tuaj edhe faleminderit shumë për këtë intervistë. Faleminderit dhe pas të jetë në gjatë Çamiko dhe shkelt në çdo vend ku ka shqiptar dhe kryesisht Çam.